Jo perimetri. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Importet e drogës nga Shqipëria dhe paaftësia e institucione për të trajtuar një konflikt në qytetin e Istogut do jenë temat që do i trajtojmë në këtë emision. Do rrugtojmë në Prizren për të ndjekur një operacion të prokurorisë dhe njësisë antidrogës në kapjen e një rrjeti të shitjes së drogës. E më pas do kthehemi në Istog për të trajtuar denoncimin e Mirsad Gegollaj për rrethanat që dërguan deri tek konflikti me Shaban Hasanaj. Marijuana është njëra nga drogat më të konsumuara në Kosovë. Në muajt e fundit në rrethin e Prizrenit, inteligjenca e policisë kishte pranuar informacione për një rrjet të rrezikshëm të shitjes së drogës, të cilët sillnin drogë nga Shqipëria duke përdorur rrugën e Gjakovës. Rruga e Gjakovës njihet si njëra nga rrugët e qarkullimit të drogës nga zonat e thella të Shqipërisë. Një grup hetimor i përbërë nga njësitet e antidrogës dhe prokuroria e Prizrenit kanë pranuar informacione për funksionimin e këtij rrjeti. Të dhënat inteligjente tregonin se droga vinte nga Shqipëria, bahej në zonën e Gjakovës e më pas shpërndahej në zonat e tjera të Kosovës. I koduar me emrin Titan, operacioni synon të gjurmëj shpërndarësit e drogës dhe identifikimin e zonës ku ajo ishte e deponuar. Për disa javë hetuesit e antidrogës u vendosën në zonat e caktuar për të gjurmuar grupin. Ata sigurojnë të dhëna se një sasi droge kishte nisur të lëvizte dhe planifikohej të shitej. Me një urgjencë, hetuesit dhe prokurorët e rastit mblidhen për të diskutuar planin për arrestimet. Kryeprokurori domosdoshmë informojmë se lidhet me rastin e koduar Titani, domosdoshmë mosat e veçanta e hetimore domosdoshmë zbatuar me sukses. Kemi arritur që me sekuestru një substancë narkotike rreth 1 kg. Jena në vazhdim të hetimeve në këtë rast edhe në zbatim të masa të fshehta. Po besojmë domosdoshmë sipas hetimeve që mujmë me arrit me sekuestru edhe një sasi të substanca narkotike rreth 10 kg. Edhe besojmë që do të arrestohen personi dyshuar ose persone të tjerë që mund të rezultojnë gjatë aksionit në këtë rast. Deri në këtë pjesë, a ka pas sa dyshuar apo i kemi vetëm për ato që kemi hapur? Deri në këtë moment i kemi vetëm një person dyshuar, mirë po nuk përjashtohet mundësia që të involvohen persone të tjerë dyshuar gjatë hetimeve. Mirë, paraprakisht ishim keni njoftuar lidhur me aplikimin e masave të veçanta shtesë. I kam punuar gjitha masat të fshehta, faktikisht urdhnesat i keni të gatshme. Dhe besoj që jemi të gatshëm edhe për teren, kështu që është me rëndësi që ju i keni gjitha autorizimet e mia në teren, kështu që vazhdoni edhe në pjesën operative, ju të gjerë e udhëheqni rastin, për shkak se ne jemi të angazhuar në raste tjera, kështu që vazhdoni në teren edhe le të përmbushën gjitha pjesë që kanë të bëjnë me rastin në mënyrë që të rezultojë me sukses. Prova nga hetimet kanë bindur prokurorin të autorizojë kontrolle dhe arrestimet të anëtarëve të rrjetit të drogës. Lufta ndaj drogës është me rrezikshmëri të lartë dhe hetuesit dakordohen që në operacion të përfshihet edhe njësia elitare e policisë e njohur si FIT. Ekipi special hetimor dhe njësitet elitare të policisë ka nisur zhvillimin e operacionit kundër rrjetit të trafikut të drogës. Grupi që qarkullonte drogën nga Gjakova për në Prizren ishte në vëzhgim nga policia, kur i dyshuari arri në vendin e ngjarjes, specialet reagojnë me urgjencë. Push orë, Push orë.
Vërtet. Arrestimet zhvillohen me shpejtësi të dritës. Në pak sekonda të dyshuarit janë prangosur, ndërsa hetuesit ekzaminojnë drogën dhe nisin mbledhjen e prova të tjera për hetimin. Tash këtu pra ndodhen arrestimet e para të dy personave, është gjetur një armë edhe është gjetur sasia e dyshuar e substancës narkotike. Nga këtu zyrtarët policorë tash do të shpërndahen për të kryer kontrollat e shtëpive edhe vende tjera që janë të dyshuar. Ajo siç u pa edhe në pamje, arrestimi ka ndodhur në një hapësirë ku kanë lënë të takohen i dyshimti edhe personat që kanë pas me blekët sasi të narkotikut. Këto tash janë në vend ngjarjes, a ka çka ndodhi? Po sot domethënë me ordënesë të prokurorisë të Zairit e kena finalizuar një rast të substancave narkotike. Në rasti ka filluar me masa të veçanta domethënë që disa muaj. Edhe në është hetu nga Drejtoria për hetimin e narkotikëve, njësi janë prezent, po edhe në sistem sektorit qendror të narkotikëve Prishtinë. Ka sistem kanë qenë edhe njësi tjera, domethënë gjatë zhvillimit të operacionit, kanë qenë fiti, kanë qenë njësit e vëzhgimit, mbështetjes teknike, edhe njësit tjera të nevojshme. 2 persona janë arrestuar, ndërsa sipas rregullave të procedurës penale, policia nis ekzaminimin e veturës dhe marrjen e mostrave nga droga, e cila gjendet në vendin e ngjarjes. Kjo është edhe fillimi parafërsisht çfarë sasie dhe çfarë substance bëhet fjalë. Po, sakt nuk është peshu, po parafërsisht duhet me qenë dikon rreth 10 kg substancë narkotike, dyshohet që është e llojit marijuana. Operacionet e antidrogës kërkojnë hetime të thella dhe prova që ndërlidhin grupin me drogën e konfiskuar.
Me urdhër të prokurorisë, specialët dhe hetuesit nisen drejt zona ku të dyshuarit banojnë dhe veprojnë. Në shtëpitë e tyre në Gjakovë, policia synon të gjejë prova të tjera dhe të mbledhë dëshmi për rastin. Të nderuar, tash kemi dalë nga stacioni i policisë në Gjakovë, ku edhe janë mbledhur njësitë e caktuara që kanë me shku me bë bastisjen fillimisht te i dyshumi i parë. Policia! Në shtëpinë të dyshuarit, policia siguron prova të rëndësishme. Janë zbuluar edhe rreth 2 kg të tjera drogë, disa fishek dhe prova të rëndësishme për hetimin. Inteligjenca e policisë kishte siguruar edhe të dhënat e tjera. I dyshuari ka edhe pronat e tjera të cilat duhet të bastisen, po ashtu. Të nderuar, bastisja në shtëpinë e parë ka përfunduar. Zyrtarët policor tash janë nisë në drejtim të 2 lokaleve që ky dyshuar dyshohet se i ka në qytetin e Gjakovës. Në shtëpinë e tij është gjetur edhe një sasi e substancës narkotike dyshuar e llojit marihuanë, e po ashtu edhe disa para dhe disa fishek. Tash jemi të shku në drejtim të lokaleve ku pritet edhe aty me u bastisë dhe me pas se çka ka brenda saj. Operacioni antidrog përfundon në orët e hershme të mëngjesit. 12 kg drog janë konfiskuar, bashkë me to edhe veturat e të dyshuarve dhe paratë e gatshme. Sipas ligjit, të dyshuarit janë paraburgosur, ndërsa brenda 48 orëve ata duhet të dalin para gjykatës për masën e paraburgimit. Ekipi hetimor nga tereni kthehet për të përgatitur dosjen dhe dorëzuar provat në prokurori.
Inspektor. Përshëndetje. Hajde. Kërë prokuror sipas edhe informacione që ju këna përmes telefonit, në rasti me mosat veçanta hetimore është realizu, është arrit që finalizohet gjatë natës mbrëmshme. Janë arrestu 2 persona dyshuar, në ngjarjes në sekuestru një sasi substanca narkotike më shumë se 10 kg. Hetimet jemi të kompletu, jemi të vazhdu me kompletimin e dokumenteve dhe shkresat nevojshme, edhe jemi të vazhdu me hetimet sipas autorizimeve që do të na jepni jonë në vazhdim. Gjatë bastisës a ka rezultuar diçka në objekt? Në objektet e tyre të banimit? Gjatë bastisës arrit që të sekuestrohen peshore elektronike, një sasi substancës narkotike rreth 870 gram, edhe dëshmi tjera që arsyetojnë nenin 267 për shitjen e shpërndarjes së substancave narkotike. Mirë shumë, po e vlerësoj që kemi kryer një punë të mirë, na po e presim kallëzimin penal. Mirë që të zgjerojmë hetimet ndaj 2 personave të tjerë dhe parashtrojmë edhe kërkesën për mos paraburgimin ndaj 2 panderëve, përderisa duhet vazhdojmë të rënd me kërkimin e personit që faktikisht ka ikë nga vendi i ngjarjes. Me provat në dorë, prokuroria e Prizrenit i kërkon gjykatës që të caktojë paraburgimin prej 30 ditësh për të dyshuarit. Bashkë me arrestimet, prokuroria do sekuestrojë edhe makinat e të dyshuarve dhe disa prova të tjera. Kërë prokuror, po flasim për rastin e fundit që një siti antidrogës bashkë me prokurorin ka ndodhur në Prizren, po u zgjeru pak ma gjatë për shkak se të dyshimtit Vim Pejgjakove u dasht edhe ta natën me qenë atje në bastisje të shtëpive tyne. A mundesh me na tregu çysh ka rrjedh ky rast? Po fillimisht në bazë të informatave që i kemi marrë nga njësia antidrogë, njësia në Prizren, ne në bazë të informatave që i kemi pas fillimisht dhe cilat faktikisht na kanë vërtetuar dyshimin e arsyeshëm, kemi marrë vendim për fillim të hetimeve dhe në bazë provave që kanë siguruar ne kemi krijuar dyshimin e bazuar dhe kemi lëshuar aplikimin e masave të veçanta hetimore për këtë rast. Ne kemi pas hetimet e hapura vetëm për një person, sepse informatat kanë qenë se ai person që vinte nga një qytet tjetër shpërndonte narkotik në qytetin e Prizrenit dhe në bazë të masave të veçanta hetimore kemi arritur që ta faktojmë që i njëjti ka ardhur dhe fillimisht e ka shit një sasi mbi 1 kilogram narkotik llojit marijuan dhe në bazë të aplikimit masave të veçanta ne i kemi siguruar gjitha këto prova, por e kemi parë që potenciali i atij personit është edhe më i madh dhe e kemi prit momentin kur ai mund të sjellë një sasi më të madhe. Dhe siç e keni parë në aksionin e fundit, ne e kemi prit momentin kur ai ka ardhur dhe ka sjell narkotikun dhe rezulton që është kap në flagrancë me dikun mbi 10 kg narkotik. Faktikisht pas kësaj kemi vazhduar me bastisjet nëpër shtëpitë sepse nuk ka ardhur i vetëm, po me këtë rast kanë ardhur edhe 2 persona të tjerë, siç rëndom ndodh për shkak se zakonisht ata që bartin narkotikun nuk i bartin me një vetur, po janë të organizuar. Mirë, po kemi qenë të organizuar edhe ne nga ana tjetër sepse hetuesit policor kanë përvojë të mjaftueshme, ka qenë gjithçka nën kontroll dhe ne kemi bastisur, kemi kryer kontrollin urgjent nëpër shtëpitë e tyre që janë në një qytet jashtë qytetit të Prizrenit dhe pastaj faktikisht përmes urdhrit retroaktiv të kontrollit i kemi legjitimuar gjitha këto kontrolle, edhe kemi bërë sekuestrimin e sendeve sepse në rastin e parë ne kemi provat që narkotiku prej 1 kg është shit në vlerë prej 2400 eurove dhe tani siç e keni parë, domethënë kanë qenë duke bërë shkëmbimin narkotikut me tolla ku 10 kg për 10 kg faktikisht janë paguar 24000 euro. Në rastin konkret, ne kemi sekuestruar tolla, kemi sekuestruar narkotik, po ashtu kemi sekuestruar 2 vetura, prova tjera siç janë peshore digjitale dhe prova tjera të cilat faktikisht do të ndihmojnë si prova për të argumentuar këtë rast edhe para gjykatës. Për çfarë grupi bëhet fjala? Ka punuar si vetëm apo keni edhe informacione tjera që ka qenë i rrezikshëm, ka qenë i armatosur e të tjera? Ajo që mund ta konfirmojnë këtë rast është që ne, siç e thash edhe në fillim, kemi filluar hetimet për një person, po kanë rezultuar në 3. Mirë, po kemi siguruar edhe prova digjitale në bazë të cilave ne pretendojmë që në të ardhmen ta sigurojmë edhe pjesën tjetër të grupit në rast se ka pas bashkëpunëtor të tyre që në bazë të hetimeve padyshim që do t'i gjejmë, edhe do ta zgjerojmë grupin në rast se ka të tillë dhe padyshim që në secilin rast ne do të aplikojmë edhe mosat veçanta edhe do t'i aplikojmë të gjitha
veprimet hetimore të cilat janë garantuar me kodin e procedurës dhe kodin penal të Republikës së Kosovës. A keni bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj këtyre dy që janë arrestuar? Po, patjetër, ne me të pranuar kallëzimin penal nga hetuesit e njësitit antidrogës në Prizren, kemi parashtruar kërkesën për caktim mosës paraburgimit ndaj dy të panterëve dhe tani më kemi siguruar edhe akt vendimin për caktimin e mosës së paraburgimit, ku gjykata i ka caktuar mosën e paraburgimit për 1 muajve dy të panterëve. Kryeprokuror, në aksionin e fundit të njësitit antidroga, mundesh me na tregu çka është sekuestruar në këtë aksion? Kështu, ne kemi sekuestruar të holla. Kemi sekuestruar narkotik në këtë rast që është mbi 12 kg, mbi 12.5 kg në total nga fillimi. Kemi sekuestruar edhe një armë të shkurtër, pistolet, cilën e ka pasur njëri prej panterëve në vendin e ngjarjes. Mirë, po nuk e ka rrezikuar askënd, me atë armë nuk ka shkrepur, por e ka pasur në dorë dhe kanë reaguar hetuesit, ku e kanë sekuestruar në vendin e ngjarjes, janë sekuestruar edhe të holla të tjera, para kesh në shtëpitë e të panterëve, të cilat padyshim që do t'i faktojmë që në bazë të hetimeve presim që të rezultojnë që janë dobi pasurore përfituar me vepër penale, dhe siç e thash edhe më herët, faktikisht janë siguruar edhe prova tjera personale dhe digjitale dhe prova tjera materiale në këtë rast. Ajo që vlen për të theksuar është fakti që Prizreni si region kufizohet në aspektin gjeografik edhe me kufirin me Shqipërinë. Dhe jo rrallë herë kufiri me Shqipërinë na sjell vepra të ndryshme penale, dhe pa dyshim më të shpeshtat i ka narkotikët. Narkotikët janë duke i afektuar një numër të madh shoqërisë, në veçanti rinin, mirë po jo vetëm marijuana, ku në fundit është e shprehur shumë edhe kokaina, por ajo që është e rëndësishme është gatishmëria, si e prokurisë, ashtu edhe policisë, por edhe gjykatës që kryerësit e tillë të veprave penale t'i vënë para drejtësisë, sepse po goditet pjesa më vitale e shoqërisë që është rinia. Ju mbetet qytetarëve që të bashkëpunojnë me institucionet e drejtësisë. Sa herë që kanë informacione, siç ndodh edhe rëndom, ne e mbrojmë edhe e ruajmë identitetin e tyre dhe mjafton që të raportojnë qoftë në polici, qoftë në prokuri drejt për drejt në mënyrë që kryerësit e tillë të mos i lejmë të shpeshtohen, ata që pretendojnë të rritën, të mos i lejmë të rritën dhe kështu që t'i arrestojmë personat dhe mos lejojmë që narkotikët të vazhdojnë që përndahen dhe të shiten në vendin tonë. Sepse shihet që dihet botërisht që narkotikët kanë afektuar në masë të madhe gjithë globin, nuk është imun as shteti ynë, nuk është imun as regioni ynë, po në këtë drejtim ajo që duhet ta bëjmë ne që kemi marrë përgjegjësinë është të luftojmë këto vepra penale dhe kryerësit e tillë t'i vëmë para drejtësisë, gjë që është duke ndodhur çdo ditë, sepse kemi numër të madh të shitësve të narkotikëve që i kemi të arrestuar dhe që janë vujt i dënimit. Operacioni antidrogës përfundon me arrestimin e një personi të tretë disa ditë pas operacionit. Dosja tregon se prova të rëndësishme të sekuestruara do analizohen dhe do përdoren për procesin e gjykimit. Hetimet e prokurorisë do vazhdojnë edhe me tutje për të dokumentuar në secilën hap veprimet e të dyshuarve. Shikues të nderuar, në qytetin e Istogut kemi marrë një denoncim mjaft serioz. 4 vite më parë, në këtë qytet ishte plagosur Mirsad Gegollaj. I dyshuari i rastit ishte Shaban Hasanaj. Në emisionet tona në vazhdimsi kemi konstatuar se mosmarrveshjet për prona dhe kontrata tradicionale për shitjen e blerit të pronave janë bërë mollë sherrri e në raste kanë përfunduar edhe me tragjedi. Në mbrëmjen e 11 shkurtit e vitit 2020, Shaban Hasanaj kishte shkuar tek shtëpia e Mirsad Gegollaj. Paraprakisht, 2 biznesmenët kishin pasur probleme të cilat ishin denoncuar të paktën 4 herë në policinë e Istogut. Konflikti kishte për pretekst një restorant në Istog, i cili ishte në pronësi të Shabanit. Mirsadi pretendon se e kishte bërë pazar vlerin në lokalit, ndërsa Shabani kërkoi disa herë ndihmë në policisë për ta mbrojtur pronën e tij, me pretekstin se marrëveshja për shitjen e lokalit nuk kishte ndodhur. Kur shteti nuk reagoi për të zgjidhur konfliktin, qërimi e hesapeve eskaloi në përdorim të armës së zjarrit. Mbrëmjen e 11 shkurtit, Shabani afrohet tek shtëpia e Mirsadit. Aty pas një konflikti, Shabani nxjerr armën dhe qëllon. Gjykata në fund të procesit konstatoi se gjujtja me armë nuk pati qëllim vrasjen. Te shpisina dhe të jemi është dikon një 4 km, në thonë, ka përshku 4 km, ka ardhë dhe këtu në ora 2:13 minutat natës. Dhe më thonë, u hinë rrugë një drejtimshe, i ka ra burish ku jë ndalun edhe ka obderën dhe ka shtanë. A ka shenja sot? Shenjat
Në këtë shihet ky metali që është ende shenja, ja, këto farë pjesë janë fotografime që kanë qenë policia që kanë marrë janë ndrrutash. Ka qenë një këtu e thyme, 2, dikon 3-4 copa, pe plumave që i ka marrë, edhe shenjat e shtëpisë. Ti ku je kon, në cilën pjesë? Edhe me thonë, unë kërë ndalë atë pjesën në sipër ati të shkallët, edhe këmë vazhdu 2-3 shkallat e poshtë në jetës. Ka qenë këtë drejtarën tjetër këtu. Thyme edhe në derën hines. Këtu me mund ka kap këtë pjesë në regionit qafën e majtë. Një nisën të energjy sa karakterës kërësore, që ka mujtë në shani vdekur, po Zoti s'm ka mytë. Faktikisht se unë jam i vramë, pitina, kështu që... Po shtonë që vesh një pjesë e plumbit ka rrok rikoshet që është këtu. Thojnë që është një pjesë e plumbit rikoshet, por unë nuk e di, unë masim ka rrok plumbit, dhe më thonë ka vazhduaj, unë kërë më ka rrok e mërzu faktikisht aty, por në ai gjaku i nxehtë, unë kërë mërzu e kisha pas një dru afër aty, e kom gjujt me ta, kupton? Edhe ai ka vazhdu masanenën. Në deklarat kështë thonë që i ke shku me i vërtetu targat e... Po, e ka pas makinën aty pranë. Sa plumba i ke shkrep aty dhe për çfarë pozite ke gjujt? Unë në 2 metra se kom pas polin, nuk kom pas unë kom as si qëllime. Kur s'kom pas qëllim njerin me po kur më ka kërsit mu, atëre kom shkrep, s'kom pas të A je dalë për i kjerët? Ja, në qarkullime si për veç derën e kom hap edhe e kom shkrep për tuke. A i thëtë së është i plagost aty? E flitet që thot një plumë rikoshe, ne ja ka bo një gërvishje dikun, po unë nuk i di ato sen ato jenë pretendime tina. Ju dhe në deklaratë dhe policia kishtë thonë që keni qenë me vajzën në momentin kur keni shtënë me arë. Po, me vajzë të ende kom qenë. Unë nuk jem shku për më bo, para me ndoti dikush me marë vajzën e vetë dhe më shku më bo një aktiv. Unë jem koll veç para kalim e si, për veç me këshysh ato tabla, me vërtetua, që këtë kërë që më ka thirë, që një në rajka i do kire, ko gjatë shpesh. Edhe veç me vërtetu e ka pas makinë nalën në nina, edhe i kom vërtetu e më shku rrugës për pjetë, edhe këtu drejtim, edhe ka ndodhë rast. A i më ka gjujt la për para. Kur unë me dikon të kjesë nuk kom pas. Më ka gjujt, instiktivisht burre ku morë ato repullin, në atë moment që shka kërësit kjeri veç për tuke. Unë në 2 metra e kom pas person. Më pa dasht, më pa pas qëllim të rasis, në shijem prapë, sot e kësajtit. Në zhurmimin tonë gjejmë probleme parapraket e cilat sollën deri te ky incident. Shabani të paktën 4 herë kishte kërkuar ndihme në institucione për të ndaluar konfliktin. Mirë po çështja nuk kishte marrë epilog përfundimtar. Policia kishte dorëzuar raporte informuese, trajtimi të cilëve u kryen nga prokuroria, mirë po nuk rezultoi me arrestime, pastisje apo marrjen e masave për ta zgjidhur problemin. A mundesh më na tregu pse është dashur me gjujt me armë? Kjo ka ndodhë në vitin 2020 pej do njerëzve, cilë kanë arë në lokalin të. Kush janë ta? Këtu është një Mirsad Begullaj, Mehmet Demaj është shakitina, po konë edhe si klientë të na. Ka pas rastë që ju ardha në lokal tunin. I bish Hasoni, më hatë që kushere juni, të ata dy, ma kanë pru Mirsadi mund lokal, ma kanë mund një tavolin. Tash me qëfar qëllimi për djetë, zhvati e burë. Bërës, hak, asili, njerën gjallë, që tu ma kanë papru shpirtin të më përcjellë të më bonë, jo, du të më dalë për i këtujt, edhe në ardhë, më kanë thonë njoni për i tyne. Këtë demaj, edhe që kjo asone, mas rastisht ta eshet lokalin ta. Mendimi jam, ka qenë, tash mës është një firmë të që i kemi afer, edhe ata e në restorant, si konkurent, mës janë ata të interesum dikush për i ty, nëse kemi raportet e mira me ta, edhe thash të remar kusht e kosht a i djalli, arë Mirsad Begulli. Unë në gjasë si figurë, për kur s'kemi pas raport të kështu, asë mira, asë këqia me ta. Qysh e ke njoftë? Si qka e ke njoftë i këta? Unë e këm gjoftë që është i qytetit të Stogut, edhe shijem ka ere, ka një kafiterit vogër ati afer gjimnazit, edhe e në gjasë, gekval të në gjenë krejt i Stogu këtu. Edhe, kur në armë tavolin të une, një bisede shkurt, rrëth lokalit tem, gjatë që se kisha kur përshit, edhe për më thot ta eshet. Fjolla jam më konë, a me hot-doga do më ble lokalin tem, edhe ju revoltu në ashtar, më ka do kësi në nësmi me kështu,
edhe tha që ti lokali kur të kimi apo hajrin. Thash unë lokali tem që i kom bënë më njerës të kom ja po hajrin, edhe në shku. Jënë qu për i tavoline, kanë marrë rrugën e vetë. Pej që asoj dite, kanë fillu shtrëngimet, provokimet, përcjelljet, gjo që 5 herë i kom lajmëru në polici, i kom hapë edhe rast. Mas një ku e ka fillu dhe familjen me përcjell. Rasti i mërom, kur e kom lajmëru në polici, ato në polici, ka qenë të një pumpe benzinit, ka ardhë, ka hymë, ka pa mua aty. Mërëna është një bife e vogël, edhe mi kënë me dondërën të konsumu një kafe, më kanë thonë pije, tha dhe si të pije, tha se i mërama ako më konë për ty. Para pe këm lajmëru në polici. Edhe më kanë thonë policia që atër hi e këm vrejtjen, edhe nuk ka më të përcjell mo. Po, çka ka ndodhur me këto raste? Ku i kalon policia këtu? A kanë shkuar në prokurori këto raste? Po, 5 raste, 6 raste i kemi gjithan që i kemi deklaruar në polici. Po, a kanë shkuar e u marrë shteti me to? A u denu dikush për këto? I ka pas shtetit gjitha përpara dhe si prova i ka pas, edhe në gjykat 5 herë para se më ndodhë rasti unë ato kom lajmëru në polici. Edhe në notën kritike kom lajmëru në polici. E kemi lajmëru polici, nuk konë edhe atë në ato konë policia ato. Ju kom ka zdu që 10-15 herë për lajmërej policin, për para lajmërej, për hapi rast njerit, nuk më ndërmerë ke policia kur që. Edhe thash, e kom boj qëto për me zbrap, qërën e kjerin, e kanë fotografu kjerin, e kanë po gjomin, i kanë po senet, ka e që shka ndodhë. Edhe më kanë marrë policia, më kanë intervistu, më kanë qunë para burgim. Në para burgim kom nejtë 27 ditë. Mas 27 dite, më kanë liru. Po nuk më kanë liru krejt, po më kanë liru në arrest shtëpijak. Një më të kom nejtë në arrest shtëpijak. Edhe gjatë arrestit shtëpijak, më kanë qëllë rrës shpije. Edhe ato raste ja kom kalzu prokurorisë, edhe policisë, edhe ka fillu edhe familjen mua për qëllë, edhe i kanë shantazhu, kemi edhe videoingjëzime për këtë punë, e shumë sene tjera. Këta jonë një grupë. Çka dojnë këta? Këta jonë të lypë diçka. Çka janë të lypë? Zhvatje vlla. Kur dikush dikuj do në mi morë diçka jashtë vullnetit vetë, më të morë diçka me zërë, që kjo biç haraq, tjetër gjoja. Unë jam taku në vitin 2019, rrëth çështjes për me biseduar rrëth çështjes që ka dash me shit lokalin që e kohaj, me i bishin kushërinën e tina të afër, me Medemën, djalin e bishit, e mi taku në lokal tina. Qysh e kuptove ti që po e shet lokalin? Une, sipas e bishit edhe Mehmetit, njiva që Shaboni për do me shit lokalin, pretendon se vajza i shkon jashtë, djali këtu dhe s'mundet më punu, do me shit biznisin, do më shumë e hap dikon biznis me kroaci. Çka ndodhi më edhe fillimisht i bishi është duke punuar të une, në lokal, në renovim lokalit, edhe une bisedova me bishi, thash, une më konë interesu me kisha him që ka në një shpim favorshëm, kisha him me bleone. Thash, po fillimisht shko bisedoti me Shabonin e ki kushërit të afër tonën, sa mana, çka mana, a do me shita jo, dhe pastaj vazhdojmë. I bishi shku të nesërmen, ka bisedu me Shabonin, Shaboni ka thonë po, du me shqitë si më lodhë, së muj me punu, edhe muj me bo një takim, me bisedu rrëth pazarit për lokal. Nesër me mbrëmje, i bishi u shku me Mehmetin të Shaboni, janë taku aty, janë ullë kanë bisedu, më kanë thirë mund telefon. Kemi hypë me ture si me shku, jemi taku dhe në aty. Jene mbranda, na kanë servu me pije, me ushqim, kemi bo mua vetë, laf edhe mas mbrëmi e ka hapë pazarin e lokalit sa ka mendu që do me shitaj. Pse menon që i rapish manaj? Pse masanej nuk dashti me shit? Çka ndodhi që du? Është shumë interesante se une mas asaj note edhe njëherë, mas i kemi bo pazarat natë, edhe nesër mbrëme na ka thirë, jemi taku me Shabonin, me grunë e tina, në zyrën e tina edhe me i bishin. Edhe? Çka keni Edhe biseduar? mi ka tregu, jemi hi, kemi fotografu lokalin, ka tregu këtë lokal që ka, qakullimet sa i bon mrena vitit, çdo gjë ka qenë në rregull. Pastaj tha, mu më tha më vynë, tha, me gjithë tha një jurist ose një diçka, tha, qysh mi bo pagesat, se tha unë krejt paret kesh, ndoshta nuk më mi murë, për mes banke, po një pjesë më allon kështu, një kështu, tha, po du të me bisedu me një noter edhe një jurist temin që kom. Sa ja caktut vlerën lokalit?
Lokali fillimisht e ka marrë 290.000, pastaj kemi hek një 5.285.000 është bërë para. A ja keni dhonë parët? Parët kim pas mrena jove me dhon 50.000 euro si ka parë. A ja keni dhonë najherë? Edhe e ka lyp garantu si bishin djalin e mijës vet. Ushirin e vet të afërm. Se tha juve s'ju besoj. Tha i bishin e kam tha temin, tha përmes i bishit, tha më jep ka parën, tha dhe vazhdojmë tha me kesë të tjera. Deri në përfundim. Kur paguhet kesë i mram, atëherë tha unë e lëshoj lokalin. Qysh e rrodhi kjo punë tani? Pastaj, si thash, nesër mram e kem u takum aty, edhe lam ja çu mrena 3-4 ditë kaporën, na e bënëm kaporën, ja dhash i bishit, i bish u shku me taku me to djali Mistina, i ka thonë jam në zonë, jam të prit, halasën ka ardhë a juristi për me bisedu rreth çështjes. Më prit edhe 3-4 ditë, e kemi pritur një 3-4 ditë, pastaj i ka thonë mos u hajde në lokal më. S'po duhet po. I bishit, se me unë s'u pas më kontakt asnjëherë me ta. Ai po thotë që ju keni pas qëllim pare, nuk keni pas qëllim me ble lokalin. Pse po pretendon kështu? Unë se di çfarë pretendimi ka ai. Mundohet ndoshta atë problemin që ka shkaktuar ose vrasjen që ma ka bëu mua, ndoshta tash më mundu më shef për ndonjë gjoni, se kur fa pretendimi, unë s'kom pas nevojë, unë kam lokalin, kom pas nevojë me ble një restorant tjetër, ku kom fillu me maru tash tjetrin. Kom kanë interesuar për me bënë një restorant më të madh, edhe tash si për jam të punu një restorant temin të madhin. A jeni marrë me haraq, a i bjen që i keni shit haraq për këtë punë, a i keni detyru? Çfarë haraqe, se di kur të bën pazar me shit një lokal, me pronë të shtetit, 285.000 euro se di çush mundet të kon haraq. Po pse u dash me vazhdu ju me insistu me ble hala nëse veç i ka ra pishman? Thjesht na s'kemi insistu asnjëherë, as kemi bë presion, as nuk e dim që i ka ra pishman, se s'na ka thonë kur, as që i ka ra pishman, as që u taku me neve për atë punën kur. Pse ndodhen kërcënimet? A i thot që ka pas kërcënime prej Mirsadit, e përmen një rast thot kom qenë me dhondër në kafeteri, ka kërcënu. Thot ka thonë që kom e kon kafja jote e fundit që jetu e pi. Unë nuk e di që kom pas në herë, që kom kërcënu ato, se me pas kërcënu më pishin morë policia. Unë e di që i ka thirë policia në shku kam po kamerat një lokal, a i ka qenë ullin dikon tjetër, unë jem ullin dikon tjetër, unë jem dalë, jem dalë jashta, a i ka lejmur policin që kënë se unë e kom kërcënu. Aty nuk ka pas asë një kërcënim, se me pas kërcënim unë isha konë në ashtë në polici, ose kisha pas rast hapën, për atë farpune. A ki rastet hapta për kërcënim? Ja, asë njërë. Për pas, une njëherë më shku në lokal të aj, e kom lyp masi që u bo për ajrë, s'na ka dole asë njërë më në thona ka ra pishmana jo, i më shku e kom lyp e kom thirë kamereri, thasha është, i vetëm një konë, tha prit një 5 minuta, kom prit 10 minuta, i nërë policia. Unë e shabonin asë që e kom po, i nërë policia, tha na ka lejmru, tha se pi pengon lokal, unë e s'um bisedu me kërkonin, ta unin një më konë, e kom prit 10 minuta, së ardhë. Dy biznismen nga Istogu janë përfshirë në një konflikt ku janë përdorur edhe armet. Rasti ishte denoncuar në polici të paktën 4 herë me radhë, mirë po çështja nuk ishte zgjidhur dhe konflikti kishte mbetur aktiv deri në ditën kur u përdoren armet. Policia në Istog është mbyllur për të dhënë detaje për rastin. Kemi kërkuar intervizë nga hetuesit e rastit e komandanti i stacionit të policisë për t'i sqaruar rrethanat se si u përgjigj policia këtij incidenti dhe si u trajtua rasti. Unë jem Bahar Mustafa nga zvari Kallëzopika. Po. Na marrim përgjigje prej zyrës në Pej rreth do rasteve që janë këtu. Po çështë qysh na i ka kthy ato s'na kry mua. Po çka se jem të dash me ditë për një 3-4 raste, përveç tentim vrasjes më që dihet që ka ndodhur. Kush kanë ka hyjnë këtu? Qështu, qysh është në qëtë formë, s'ko kush që din për kanë ka pos fjallën. Po më shumë kesh më thonë mirë për këtë që moni më morë përgjigje, moni veç të zyra informimit dikit. Te Fadil Gashi. Po te Fadil Gashi s'po më i morë përgjigje. Çka do që të kaj, Mos marrëveshje. Ai na bën pjesë neve, na që më zyrtari aty matina, Më zyrtari nga shu kërkesë. Mirë, atëherë. Ajo ka qu qështu juve? A ju ja këni qu qështu? Nuk e di. Kush ja ka kthy qështu? Nuk e di. Mirë, po unë për momentin nuk më i dhonë. A më e kupton si çfarë shafshu? Kallëzim penal për mashtrim. Pretendim për kam kush kujna e ka bërë. Ka është kjo. A më kupton?
Nëse ti mu e kupton që i do që edhe unë po thamë që qashtu koka. Atëre lypni jo sarime për ti na, për së të dhën pikë veç e veç. Po kina lypë, i ndërru pa... Edhe nëse na ja dërgojmë, atër ja dërgojmë ta mund që të lypaj. Pse që ndje shumë keq edhe një herë, nuk kemi autorizuar Ramadan. Unë jam të vjerë Ramadan Goshi. Okej. Në çfarë pozite jeni këtu? Jam shefi një shitin të të. Përgjigjja e policisë është e paqartë dhe nuk ofron asnjë të dhënë për mënyrën e trajtimit të rastit. 4 denoncime të mbyllen pa hetime të thella. Të dhënat na tregojnë që policia nuk insistoi të faktoj me masat e fshehta, ndërsa viktima që denoncoi rastin nuk u udhëzua për të zhvilluar takime, ku do faktoheshin pretendimet e tij. Edhe atë raste kemi hap, kemi edhe raste tjera, kur jem konë, ka pas raste kur jem shku e kom lajmëru, për shembull që më ka përcjell me kerre, më ka provoku gjatë rrugës e kështu, po policia, qëlloj një policisht i vjetër rreshter, thojke që nuk kam për të aftësi më shkru me kompjuter, e shkru ke me dorë të lirë. Tasha e bëj ke veç raport, a kallëzim penal, unë nuk me me ditë. A njeha të rreshter? Gjithë policia që më kanë marrë në pyetje mu, tonë më të qitë për para. E sa herë kom polici dhe në kohën kur ke gjujt në armë? Shumë ma shumë se 5 herë. Amo 5 herë e di saksisht që kanë shkru, kanë marrë raport, që me kanë lep London edhe me lexu. Edhe di që ka kanë lexu. Ta shkujnë shku ato, nuk më me ditë. Po s'pedim asna, se policia po thot veç 2 herë e shku. Edhe as nuk e përmen kur shtërngim, as nuk e përmen kur haraq. Gjithë mund njëjtë atë fjallë, që shpja thonë juve, ja këmë thonë edhe policisë. Sa kanë pa atë arsyeshme, ka pas rasti që edhe nuk kanë shkru, më ka thonë shkojmë personet gjalli atër hekëm mbretin, nuk peshojmë që është diçka serioze, me siguri shmau nga taj, nuk ishin polici që për parandaleshin. Nuk shkojsha me qëllim i parandalu senet, në të marrë të e kesi, Allah. Disa javë pasi denoncoi në polici problemin me Mirsad Gegollaj, Shaban Hasanaj nxorri armën në incidentin ku u plagos Mirsadi. Pas 4 denoncimeve në polici, ku nuk mori zgjidhje, për problemin Shabani u përfshi në një konflikt fizik me Mirsadin. Janë shumë të lashe. Janë të lashe, seriozisht për thëmë, janë të lashe që ka shqetësu, janë, dhe më thonë që 5 vite, jo veç une, por krejt familja nuk jem, dhe më thonë, jem faktikisht shqetësum, nuk dije që ka ndodhë sot nesër, për çdo ditë bënë provokime vjen me kërë, nuk dija do më ndalë me bra prapë, unë do të më koni përgatitur, unë prapë tash më ballafaqu. Kur e ke lajmëruar në polici, çka ke thonë ti aty? Atë kujtohet parafërsisht? Unë kur më shku i kam thonë si një herë qështu, i stogut i ngjafshëm ai edhe për polici, edhe për neve se na në stog gjive njëri me tjetrin, edhe na kanë thonë pe bëjmë një raport. Pe shkruajmë një raport, që ardhë, që ka bon, çfarë fjalëve ka përdor, edhe e kanë marrë me shkrim. Tasha u konë hap si rast, apo veç e kanë marrë protokoll, këto nuk mujnë me ditu në din policia, ma kanë jap me lexu, që kanë shkru, më kujtuan senet, gjithmonë rreth kësaj çështje kanë shkru, prap kanë vazhdu shtrëngimet e senet, edhe prap e kam lajmëruar. Tani kur ka ardhur në lokal, e kam thirrë policinë. Ka ardhur policia në lokal, e kanë marrë për dorë, për krohje, apo që shmo thonë, e kanë marrë me veti, mund ka të thonë hajde ti mas gjysore, prap e kemi hapë rastin. Rastin e kemi hapë edhe të punë, pa e kanë shumë mirë policia, kemi hapë rastin. Në këtë çështje ishin përfshirë edhe palët e tjera, Muhamet Demaj dhe Ibush Hasani. Ata pretendojnë se janë dëshmitar të shitblerjes, e cila u krye në tavolinën e një restorani. Ekipi yni ka kontaktuar çdo dy për të sqaruar rrethonat e ngjarjes. Demaj e Hasani nuk kanë pranuar të flasin para kamerës, por kanë dhënë versionet e tyre. Unë kam qenë dëshmitar kur është bërë pazari i lokalit, dhe aty kemi ngrëndar kur Shabani ja ka bo përhar Mirsadit. Më vonë nuk di çka ka ndodhur. As në rastet e tjera me tyre nuk e di, e as nuk kam dashur me u marrë me to. Nuk ka të bëj asgjë sa i përket pretendimeve për reket, detyrim apo kërcënim, siç pas ka deklaruar Shaban Hasanaj. Unë kam dhënë deklarat në cilësi të dëshmitarit, lidhur me këtë çështje dhe i qëndroj ende asaj deklarate. Gjashtu me Demaj, para kamerës nuk ka pranuar të flas as Ibush Hasani. Ai ka pranuar të flas vetëm në deklarat me telefon. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa prej kallzo.com. Aja ka lu ka parën të najfar, aje Mirsadi, pyke ati shmant, ma mos si marrë me ta bu më të rëgu drejtën hiç. Të këtë kam kushëri, Shabanin Mirsadin si kolegë,
Edhe tash mos pajtimi ty në që është e vonë dhe më të drejtë, që da e kanë thirë në gjysë dy herë, kanë këtë vonë deklarata në gjysë, që është së dhja më shetë gjyqja që kanë bo, se kanë bo mos të në dhjes. E lidhur me do pretendime të Shabanit, që po thëtë se kjo u koni farë grupi organizum, do më thonë të përfshi Mirsadin, po edhe juve tjerve që i një kon prezent, a je përmen një loj detyrimi, si loj haraci, si diçka që ju kini dash me marë pare për i tina, nuk kini dash me ble lokal. Ja. Ka gjona drejtim hisë, në Shabone kom... Baba i Shabone bitë bive misë, kom morë harac të Shabone, të në hekare, proba. A i thot që Mirsadi e ka detyru, thët edhe e ka pas një farë grupi ku... Ja, s'ka gjona drejtim hisë, për shfarë, a i vetë në ka thirë, për shfarë se... Kush ju ka thirë? Shabani, ja? Shabani, po, kur ka dash me shqit. Jo, vërshë. E pse po pretendon ai që kur nuk ka fol me juve për këtë punë, përveç po thët se i bishi u kon të ndërtu diçka në lokal, edhe... Jem kon të bo më rëmet atë farë. Po. Se atë lokal e kom bo krejt më rëmet, ne kom kushërjet parin. E kem bo më rëmet atë farë lokali, tanë që këta kanë si, ka dalë fjalla që ka dash në shqit, që shënë morë të vesh, tek nga kanë lypë nesin dhe mjesus, më konë aty. Se ka morë ka parën për i tina, e ka lu ka parën Mirsadit të... Të onën, vërtet, jo të ata, po të onë, ja kun këthuj ma 2-3 dite ka parën, pa shkota me shqitë dhe... Mos që morë me atë punë, ta njën gjujtë, janë betërue, janë shtyre, janë... Një problem i disë 2 biznismenve në Istog nuk arriti të marrë përgjigje të shpejt nga autoritetet. Pas 4 denoncimeve në policinë e Istogut, Shaban Hasanaj e nxori armën nga brezi. Policia e Istogut nuk pranon të sqarojë informacionet e saj në hetimin e ngjarjes, e cila sipas Shabanit ishte jo profesionale. Në dëshminë e tij, Hasanaj pretendon që rasti nuk u trajtua seriozisht nga policia dhe veprimet ishin shumë të ngadalta. Autoritetet ndisën të merren seriozisht me rastin vetëm kur u derdh gjaku. Kur Shabani qelloi me pistolet, policia doli në vendin e ngjarjes, nisi të ekzaminoj provat dhe të trajton të rastin. Çështja u mbyll me një aktgjykim në gjykatë ku Shabani u shpall fajtor për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe u lirua për tentimvrasje. Verdiktin nuk e ka kënaqur të dëmtuarin, i cili pretendon se qëllim ishte vrasja. Çështja sërish është në dorët të gjykatës së apelit. Unë po them se kjo punë që ka mbet pezu kështu, dita ditës besoj që ka me pas prap probleme. Si shihet, gjykata nuk ka në një që merr në një vendim për veprën që e ka bo, sa i faktikisht nuk ka vra, Zoti s'm ka vra mu, ai më ka vra, unë gjykata merr vendime skandaloze. Gjykata vendimin e parë që ka marrë kanë gjyqtarja Vileta Husa, e ma ka bo për vrasjen tentative, ka kthy vendimi letër, por gjyqtari tjetër pas rigjykimit e ka bo, ja ka hek vrasjen krejt, unë se di ku shkon kjo farë punë, e marrë me të vrarë, me të plagos në qafë, mësë me pas, do më thonë këtu nuk ka drejtësi. Shka metë sot kjo punë? Kjo i ka metë gjyqësorit. Po i ka metë që 5 vjetë gjyqësorit? I ka metë edhe tashti, e u morë një vendim për këtë punë. Unë jam i dënum për këtë punë, për shkrepje me armë zjarri. Jam i dënum 16 punë. Për veprën e dytë, nuk ka liru gjykata. E tashti që shërrejallë kjo punë, nuk mëj me ditë. Tash kema shku në apel. 2 biznismen nga Istogu vazhdojnë të përballen nga gjykatë për një kontest në mes tyre. Kontesti përfundoi me të plagosur, ndërsa provat tregojnë që autoritetet dështuan ta parandalojnë gjujtjen me armë. Provat të pakta të mbledhura nga policia e Istogut ishin dorëzuar në prokurorinë e PES. Aty të gjitha lëndët përveç gjujtjes me armë u mbyllen me arsyetimin se nuk kishte prova të mjaftueshme. Edhe prokuroria e PES nuk ka pranuar të sfidohet para kamerës. Në pyetjet e ekipit ton, me arsyetimin pse hetimet nuk u zhvilluan në të gjitha drejtimet. Në lidhje me kërcënimet dhe shtrëngimet për cilat personi Shaban Hasanaj pretendon se para datës 11/02/2020, personi Mirsad Gegollaj i ka kryer kundër tij, pas verifikimit nga ana jon, ju njoftoi se para kësaj date në këtë prokurori nga stacioni policor në Istog, kemi pranuar vetëm një rast dhe atë raport informues i datës 27/06/2019, ku ankues është Shaban Hasanaj dhe i paraqitur personi Mirsad Gegollaj, i cili në raport është regjistruar në shenjën PPN 2 numër 589 fraksion 2019,
ku këtë raport prokurori I Qështës me datë 15/04/2021 e ka mbyllur me raport për mbylljen e rastit. Po ashtu me datë 12/02/2020, pra një ditë pas datës për cilën pretendon personi Shaban Hasanaj, stacioni policor në Istok në këtë prokurori ka parashtruar raport informues ku ankues është Shaban Hasanaj dhe I paraqitur personi Mirsad Gegollaj, I cili raport është regjistruar në shenjën PPN 2 numër 145 fraksion 2020. Dhe këtë raport prokurori I Qështës me datë 9/03/2020 e ka mbyllur me raport për mbylljen e rastit. Në këto raporte nuk kemi të bëjmë me pretendime për haraq apo shtrëngim, por më shumë kemi raport juridiko-civil, kjo për faktin se kanë të bëjnë me negociatat për arritjen e një marrëveshjeje për shitblerjen e biznesit, ku të njëjtat raporte pas shqyrtimit dhe analizimit nga prokurorët e çështjes janë mbyllur me raport për mbylljen e rastit, për faktin se nuk kemi elemente të ndonjë veprave penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. Këto raste kanë ardhur në prokurori nga policia si raporte e jo si kallëzime penale, nga se masat dhe veprimet e kryera nga policia, provat dhe dhënat e mbledhura nuk sigurojnë bazë për kallëzim penal të policisë, dhe nëse kjo nuk justifikon ekzistimin e dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër penale, policia megjithatë I dërgon për këtë raport të veçantë prokurorit të shtetit, konform nenit 81 paragrafi 4 të kodit të procedurës penale që atë kohë ishte në fuqi. Në Istok kontestin e mes dy biznismenëve vazhdon. Ata janë duke u përballur në gjykim sërish për të përcaktuar nëse pati tentimvrasje apo vetëm shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Në anën tjetër, prokuroria po heton edhe një ngjarje ku gruaja e Shabanit pretendon se është shqetësuar nga Mirsadi. Kam raste që I ka lajmëruar edhe familja jam para atëherë nuk jam kon mbrana. Jam kon para burgim. Kur ma kanë përcjell familjen e ka incizuar familja. Që shpishkojnë për masë, pjadhes dritat e pikuqitit për para, ne kemi skenu aksidenti ose diçka më ndodhë diçka. Unë ma kanë hapë një rast, mas rasti që ka ndodhë, mujnë shkurt ka ndodhë rasti që më kanë gjujtë shpe. Mujnë mars, kanë bo video inqizim në veturën tame të arë në për qytet, ka shtëpia e me ka nena, që unë jam I ndoke nuk e kam as një daljes, lëvizje të tirë, edhe ma kanë hapë një rast, shkon gruaja tina edhe me vajzë, e njëjta vajzë që ka qenë në vrasje time, bënë inqizime edhe më hapën akt akuzën për kërcënim. Shikus të nderuar, nga Istoku kemi sjellë prova që na dëshmojnë se autoritetet në nivel lokal nuk I trajtojnë seriozisht problemet që krijohen nga mosmarrëveshjet pronësore. Përkundër faktit që këto situata ndodhin, është shumë më rëndësi që ju t'i raportoni paraprakisht dhe të mos përfshihni në konflikte të dhunshme. Ne shpresojmë që të paktën tash e tutje ky rast të trajtohet sipas standardeve. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.